Përshëndetje të dashur shikues. Sot do të flasim për serialin Një dashuri dhe për ndodhitën e episodet e ardhshme. Episodi fillon me martesën e Bashak dhe Fatih, një moment i lumtur që menjëherë transformohet në tragjedi. Pas ceremonisë, në dasmë ndodh diçka shumë e trishtueshme. Nëna e Bashak vdes, duke lënë familjen e saj dhe sidomos Bashakun në dhimbje të madhe. Tunkaj qëndron pranë Bashak dhe për krah në këtë moment të rënd dhe familja Unal i jep mbështetje. Fati sillet shumë mirë dhe mirëkuptueshëm me Bashak, duke treguar mbështetjen e tij të fortë. Çimer mendon se diçka po ndodh me Mirin, kur sheh që dhurata që kishte blerë për Salkim, një byzylyk, është në dorën e Hajatit. Kjo e trondit Çimen, megjithatë Salkim mundohet të shpjegojë situatën dhe largohet nga konflikti. Nilaj vazhdon të shtyjë Nur Seman për personin me të cilën ajo ka qenë në biseda me mesazhe. Në fund Nur Sema dorëzohet dhe i kërkon të mbajë sekretin midis tyre. Omer dhe Bade afrohen emocionalisht pasi Omer ka një moment dobësie. Edhe pse ata ranë dakord se kjo çështje do të jetë një çështje mbyllur, Bade nuk ka ndërmend të lërë gjërat ashtu lehtë dhe mund të sjellë komplikime të mëdha. Pas vdekjes së nënës, Bashak niset të jetojë në shtëpinë e bashkëshortit të saj Fati, me insistimin e Tunkajit. Ajo përpiqet të përballet me këtë ndryshim, edhe pse nuk është plotësisht e lumtur. Problemet të reja lindin, sidomos për çështjen, atë flejnë në të njëjtin krevat me Fatin, çka shkakton tension midis tyre. Episodi le të kuptohet se ndryshimet dhe problemet që e përkasin Bashak janë edhe më të forta se ajo çka ajo tashmë po përballet, por këta e tregojnë vetëm si parathënie për episodet e ardhshme. Në episodin e ardhshëm, syneti i djalit të Omerit dhe Këvëllçemit, djalit të tyre Kemal, shërben si moment kyç që bashkon të gjithë personazhet dhe familjet e ndryshme. Atmosfera e festës duket e ngrohtë, por tensionet dhe sekretet e fshehta nisin të dalin në dritë. Bade zbulon diçka të rëndësishme lidhur me ndjenjat e saj për Omerin, gjë që krijon një tension të madh midis saj, Omer dhe Këvëllçem. Bashak gjithashtu bën një zbulim të fortë që e drit mbi një pjesë të së kaluarës së saj, dhe kjo ndikon jo pak në dinamikën familjare. Abdullah vazhdon të jetojë të kaluarën e Asil dhe gjen surpriza që i ndan së pari me Fatin dhe pastaj me Asuden. Kjo nxit edhe më shumë dyshime dhe tensione midis palëve. Salkim fillon të përzihet në jetën familjare të të gjithëve, veçanërisht të Bashak, duke krijuar irritime dhe trazira që rrezikojnë të prishin paqen e festës. Çimen dhe Emir përballen përsëri me probleme në marrëdhënien e tyre dhe duket se pavarësisht dashurisë, ajo mund të mos jetë e mjaftueshme për të kapërcyer pengesat që i ndajnë. Nilaj merr vendimin të hapë një dyqan me maman e saj, gjë që mund të ndryshojë dinamikën e familjes së saj dhe lidhjen me Abdullahin. Ky episod përqendrohet te kontrasti midis festës dhe konfliktit të fshehtë, një moment i bukur tradicional si një synet, kthehet në vendin ku ndryshimet të mëdha emocionale, sekretet familjare dhe tensionet personale shpërthejnë. Bade zbulon se është atzan, lajmi që shkakton emocione të forta dhe tension midis saj dhe personazheve të tjerë. Gjithashtu, reaksioni Këvëllçem ndaj Omerit është i ashpër. Ajo ndihet shumë e lënduar nga disa veprime të tij dhe kjo sjell një moment konfliktesh mes tyre në familje. Bashak përballet me të shkuarën e saj, kur ishi dashuri i del para familjes dhe bën deklarata që atmosferën e festën e bën të tensionuar. Ajo përpiqet të mbyllë këtë kapitull para të gjithëve. Bade përpiqet të forcojë aleancën me Salkim dhe ky bashkëpunim i mundshëm mund të sjellë raste të reja intrigash në familjen e mëgjer. Emir dhe Çimen përplasen përsëri. Emiri është i referuar fjalëve të nënës së tij dhe ka gjykuar Çimen bazuar në të kaluarën e saj, duke i dhënë fund marrëdhënies së tyre. Nilaj dhe familja e saj bën një hap të madh. Nilaj dhe Ema marrin nën menaxhim një biznes të ri, një dyqan me suvenire, duke hapur një fazë të re në jetën e tyre. Fragmentet që u dhanë në materiale promovuese dhe fragmentet sugjerojnë se mund të ketë një situatë serioze në lidhje me bebet në spital, një zhvillim që do të ndikojë fuqishëm në lidhjen e çiftit kryesor.
Në episodin e ardhshëm, Bade pretendon përsëri që është Tazan dhe kjo e shtyn Omerin që të vendosë të martohet me të. Një vendim që shokoi Këvëllçemin dhe gjithë të tjerët. Bade shfaqet në ditën e martesës së saj me Omerin tek dera e Këvëllçemit, duke krijuar një krizë emocionale për të gjithë. Këvëllçem përballet me një rezultat emocional shumë të vështirë, pasi e sheh bashkëshortin e saj të martohet me dikë tjetër në kushtet në të cilat ajo nuk ishte e përgatitur. Kjo ngjarje paraqet një shok të madh për Këvëllçemin dhe ka pasoja mbi marrëdhëniet e saj në të ardhmen. Nursema kthehet në botën e punës si drejtuese artistike në një platformë digjitale që po zhvillon asil. Ilhami kthehet në skenë, duke shkaktuar një mbledhje të paparashikueshme me Nurseman, e cila ka ndikim në dinamikën profesionale dhe personale të saj. Emir në ndikimin e nënës së tij përpiqet t'i kërkojë llogari Çimenit, por marrëveshja ndërmjet tyre prish pak a shumë balancën që kishin. Kjo sjell një tension të ri mes Çimenit dhe Emirit, duke çuar në situata të paparashikueshme në familje. Këvëllçem nënshkruan për të prezantuar një program të ri televiziv, ku Saba Tyner bëhet një nga të ftuarit e parë, një moment i ri i rëndësishëm për karrierën e saj. Në serial tregohet një situatë me bebet në spital, një moment që trondit shumë karaktere, por këto detaje mbeten të sugjeruara dhe lidhen me intrigat rreth identiteteve të fëmijëve. Fatje dhe Bashak kalojnë momente dramatike gjatë një udhëtimi në çift, duke i dhënë çiftit hapësira për të qenë më afër njëri tjetrit. Çimen dhe Emir martohen papritur, një vendim që as familjet e tyre nuk e prisnin dhe që shkakton shumë reagime të forta midis të gjithë të afërmëve. Salkim është veçanërisht i pakënaqur me këtë martesë dhe vendos të bëjë gjithçka për ta çuar mbrapsht këtë vendim. Këvëllçem nuk është plotësisht kundër idesë, por përpiqet të sillet më arsyeshëm dhe pa tension. Këvëllçem merr lajmin se fëmia e saj është ngatruar në spital me fëmijën e dikujt tjetër. Një lajm që e trondit dhe e lidh më shumë emocionalisht me Omerin. Kjo situatë e bën çiftin të afrohet emocionalisht, por Bade ndihet thellësisht e shqetësuar dhe xheloze nga kjo afërsi. Bade ndjek çdo hap të Omerit dhe gjen një rast kur ai kalon një natë pranë Këvëllçemit dhe zbulon këtë situatë publikisht. Kjo mund të shkaktojë një krizë të madhe në familje. Somez, pas një zënke me Këvëllçem, largohet nga shtëpia e saj dhe vendos të banojë te Çimen, duke sjellë tension të ri në familje. Salkim e fton Këvëllçemin për një darkë në shtëpi, por qëndrimi i Bades sjell momente të tensionuara. Nursema dhe Ilham vazhdojnë të zhvillojnë marrëdhënien e tyre të rritshme përmes punës të përbashkët në platformën digjitale. Nilaj dhe Sevda po ecin mirë me dyqanin e tyre të hapur që po shkon mbar çdo ditë. Fati është i sëmur dhe Bashak zë vendin e tij në një takim të rëndësishëm pune, duke fituar respektin e kolegëve dhe besimin e Fatit.